Tirana mirëpriti për herë të parë në Europë forumin e investimeve Future Investment Initiative, një platformë që mbledh lider politik dhe ekonomik nga e mbar bota. Zhvillimi i forumit në të njëjtën javë me samitin e Komunitetit Politik Evropian solli në Tiranë dhe presidentin francez Emmanuel Macron. Jam vërtet xheloz që për herë të parë në Europë ky forum zhvillohet këtu në Shqipëri. Jam shumë i lumtur që jemi këtu për të shakave që bëjmë me kryeministrin Edi Rama, sepse këtu në Shqipëri qartësisht kemi në fakt pikën hyrëse në Ballkanin Perëndimor, por edhe më gjerë, por është një pikë kyçe në mesdhe dhe në Europë. Ndaj ju inkurajoj të investoni në Shqipëri, sepse kemi një udhëheqje të fortë dhe nuk flas vetëm sepse është miku im, por sepse ka sjellë rezultate dhe në 2 vitet që vijnë, duke qenë se ka një mandat të qartë, do të jetë pjesë e Bashkimit Evropian dhe dua që ta dini, të jeni të sigurt që ne si Evropian do të japim rezultate tashmë që kemi një linjëzim të fortë midis Francës dhe Gjermanisë dhe do të bëjmë maksimumin që të realizojmë agjendën që folëm. Vetë kryeministri Edi Rama, që po kështu përshëndeti këtë forum të rëndësishëm ekonomik, shprehu jo vetëm falënderim për organizatorët që zgjollën Tiranën, por foli edhe për përgjegjësitë e tij në raport me zhvillimin e së ardhmes. Më së fundmi bëm një gjë përpara Francës, që është një fillim i mirë. Më besoni, askush nuk do të kishte imagjinuar atë çfarë po ndodh sot. Tani më jemi dëshmitar të rezultateve të ndryshimeve që po realizojmë, dhe kjo është një gjë që ashtu siç na jep kënaqësi edhe na tmerron, sepse përgjegjësia është shumë e madhe dhe kërkesa për të patur rezultate në nivele të larta po rritet dita ditës. Rama vlerësoi edhe samitin e Komunitetit Politik Evropian, duke theksuar rëndësinë e formatit dhe suksesin diplomatik që solli në Tiranë. Kur e mbështeta idenë e KPE-s, shumë njerëz menduan që është ajo hileja tipike franceze për të ofruar një djath tjetër pa të dhënë atë djathin që kërkon. Menduan se do të dilja si një aset i rekrutuar nga francezët që po punoja në emër të presidentit për të sabotuar zgjerimin. Ky në fakt ishte samiti i 6 e gjithçka ndryshoi. Mendoj se agresioni kundër Ukrainës ka bërë gjithkund të kuptojë që ky format është mjaft dobiprurës për të gjithë, sepse mbledh së bashku të gjithë. Me pjesëmarrjen e liderëve dhe investitorëve global, forumi në Tiranë jo vetëm e vendos Shqipërinë në hartën e investimeve, por konfirmon edhe rolin e saj në arenën politike dhe ekonomike europiane.